يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. بالماء ولا كيرنا وتهم ستيوينا وتهم تنديول بوتيتي هم شافوا ترميرا هذا بيانيزم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, të falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij. Dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në vitin e kaluar këtu se na jemi të fol për jetën e varës të përpara. Mirë po këtë për lona pak mungi tash, anash, për shkak se tash një vjet, këtu kemi qenë duke folë rreth një librit, një pjesës të një librit që ka të bëjë me kapitullin e agjerimit. Në aspektin fikhor, edhe pak më shumë se fikhor ka njëherë, vetëm se këtu e kena pas lënë, e këtu po e vazhdojnë tash atë që kemi lënë tash një vjet. I kena pas folë që kur bëhet obligim agjerimi, kush e ka obligim agjerimi, që atë kushte do t'i plotësoj njeriu por me ju bë obligim agjerimi, kur tolerohet mos me agjeru, kur kërkohet me bë kefaret, çka e prish, nëse apet çka e prish do t'i flas me disa, po më shumë i kena folë disa sene se çka nuk e prish, mendohet se e prish, e ato në fakt nuk e prish, i kena pas më ndonjë ksion e do çështo, atë kush dën le t'i kthehet atyre çka kena folë. Dërsa këto na e vazhdojna ku e kemi lënë. Autori thot ruknu siyami al-imsaku min al-mufattarati min tulu' al-fajr ila al-maghrib. Shtylla e agjerimit, shtylla e parë e agjerimit është me ndal të ngromjen, pirjen, intimitetin me familjen, me shoqen, me ndal prej mëngjesit, prej para se prej kur t'i hin koha sabahit deri kur t'i hin koha akshamit. Këto nuk lejohet me në kësaj periudhe kohore, nuk ka të drejt njeriu me ngronë ose sanin më të vogël, me ngronë ose me pi, dhe nëse vepran, këto që i përmenda, atëherë agjerimi i tij është jo valid, nuk i vlen, nuk i pranohet. Allahu azza wa jalla në Kur'an ka thonë: "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum." Tha kur vjen akshami, tha Allahu, e kur vjen mbrëmja, atëherë mundeni edhe t'ju afroheni familjes, edhe nëse doni me kërku ndaj fëmijë për Allahut. E pastaj tha wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. E pastaj jo mundeni prej tani kur të hin koha akshamit, mundeni me ngronë dhe mundeni me pi deri kur të hin koha sabahit. Min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. E çatëherë kur të hin koha e sabahit, ilani ushqimet kërejt çka ka dhe pirjet dhe e vazhdoni agjerimin tuaj deri në mbrëmje. A e kuptuat? Kjo është ajo pika kryesore, që njonit mos t'i shkon mendja me thonë se unë pe agjeroj gjysmën e ditës e gjysmën ju. Nuk ka agjerimi farz, çka është? Ose pjanisi me agjeru, edhe po flaj deri ka ora 12, e pasaj kur qona në orën 12, kërësure gjysë dite po në agjerim, edhe pjesën tjetër po smoj, se ka më shumë punë. Ose pa agjeroj dhe që kemë punë, punës janë njësë në orën 9 ose 10, a i pranohet, nuk i pranohet. Edhe çështjen e punës na kena përmend këtu, se ata të cilët janë në puna, qofshin ato puna të shtetit, qofshin puna private, janë në për puna,
mos të mendojnë që më njëherë, me thonë që unë jam punë edhe mu më lejohet mos me agjeru. Se s'moj, nuk moj me qëndru. E kena pas përmen, këto është bles pja rikujtaj, se kena përmen me gjanë do herë këtu, që nuk do në të që ka kështu të drejtë. Edhe nëse jenë punë, do është mja njësa agjerimit. Ju punëtojt. Do në mja njësa agjerimit, e pastaj nëse të rastis, brenda ditës, gjysma ditës, puna është e ronë, s'pëmon e shesh me duru, punën e ki pa tjetër me punu, atëherë mundesh me prish. Se është keq kuptim, është një, me thonë një shpifje, ose një keq kuptim për marmalet, që ata me ndonë dikur që, ja, nëse si e sigur që më në ban agjerim gjithë ditën, ma mi më si anes heq. Ja, qështu nuk thuhet në fej. Punëtor, dush mja njës. E sot më ishë me qunë, më ishë dhe në aksham, kjo është obligimi. Po për shkak punës së rondë, ndërtimtaris, zheg, e tjera, atëherë kur fillojnë më të terrusit, ka mesi ditës a kur ndodhë ajo, atëherë e prish. Pro dush mja njës. Pra agjerimi kryesori, shtylla kryesore e agjerimit e para, qenka, mos me ngronë, mos me pi, edhe duhan mos me pi normal, se diskutohet, edhe deri kur? Deri mbron, prej kur t'i hen koha sabohit, deri në aksham. Kjo është e prene. Para se me hi, edhe do, po i përmanivish pak do blec, do sunene të agjerimit. Sunene. Disa sunete. Ose disa senet pëlqyra, për ty si agjerues, për ty që kimi anis agjerimit, disa senet pëlqyra. Prej tyne është syfyri. Përpeqeni, nështë ta pak e përmend milat. Kryesorja është se syfyri si syfyr është prej sunetit me mbojt. Muqu natën, me hangër pak, ose me pi pak, ose në i hurë, ta shti shumë me shumë. Kryesorja, muqu natën pak, është prej sunetit. Nëse të pyetje ko, cilë është një prej suneteve të agjerimit, ti i thua muqu në syfër edhe me hangër syfër. Një prej sunetit. Argumenta pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Hadithin që sjell edhe Buhariu dhe Muslimi. Tha, tesahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Tha qoni edhe hani syfër, se në syfër ka bereqet. Kjo për si argument. Prandaj, pejgamberi alayhi as-salatu wassalam në hadithin tjetër, që e sjell Muslimi, Tirmidhiu dhe të tjerë, tha pejgamberi, faslu ma bejna siyamina wa siyami ahli l-kitabi akalatu s-sahuri. Tha pejgamberi, dallimi mes neve, umetit Muhammedit a.s. dhe umeteve të mëhershme në çështje të agjerimit është tha syfyri. Pra është me vlerë, muqu natën, edhe me hangër syfyr gjatë mujtë Ramazanit. Nuk themi se agjerimi së pranuhet nëse njoni person ka më shku nesër në punë, edhe thëtë vëllon po flaj ma hetë, hangër e iftar, falet taravit, edhe jaci normal, edhe thëtë po flaj deri në sabat tash se muqu dhe një herë në tani shkën atë një 2-3 orë, ka muqu nesër me shku në punë, thëtë për janisi për i tashtë. Vetëm se e kena përmen herave të kaluara që kur të quhet që atëherë, kur të hanë iftarin tash, edhe i falet taravit, vendos prej që ato mos muqumo, leta sjell në mendjen e ti, leta bën njetë prej që atëherë. Se po se bëri njetë, që që kena pas përmen herave të kaluara, mendimin e shumicës e djetare, po se bëri njetë, atëherë agjerimi nuk ka përsu një agjerim. Ka hangër iftar, edhe heq si ka shku mendja për nesër, për me bo njetë me mendjen e ti, me zemrën e ti që ka me agjeru, heq. Veç të rak e vut gjëmë dhe në sabah. Që kjo përsen nuk ka agjerim atë ditë. Dhe me bo kaza.
mas Amazonit tani me bë kaza. Por nëse vendos mos më qu. Agjerini thash pranohet, po cila është më e mira se sunete, çka i vjen sunete. Kur themi sunete, është diçka më e mira. Është diçka më e mira, por nuk do të thotë që është mëkat, nëse njëri vepron kështu siç e thash. Tamam? Kia, por muqu, me hangër syfir, është më e mira sunnet për sunneteve të agjerimit. Por njëri thot, unë e thot hoxh, kam ngronë atë shumë niftar se kesh i lodhur, edhe me punë, edhe me kështu. Thot kam ngronë atë shumë niftar sa që unë veç muqu pa di hava, veç më shumë me prish gjumin, edhe me nej se s'moj hamu. Si jam i stëngupur. Atëherë për personin e tillë, feja na ka mësu se që ati personi ai quhet pakten edhe veç edhe një gut ujë nëse e pen, e merr shpërblimin e këtij sunetit agjerimit. Veç një gut ujë. Quhesh, syfër, e pen një gut ujë edhe që kjo mjaftën. Argument, hadithin që vjen prej Abdullah ibn Amrit. Se tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, tasahharu walau bi jar'atin min ma. Çono hani syfër, qoft edhe me një gëllëng ujë, qoft edhe me një pjesë të vogël të gotës me ujë, çono kryen e syfyrin. Edhe nëse haxhit më shumë shumë, quhesh, lemna negociat të krit, quhesh e ban edhe u kry puna. Kur ke punat të njëjtë që u lidh ke, më herët, unë naj pjesë e bi që e kum përmen, më herët, se shumë në ati mos si rikthehemi atyre, edhe prej asojna që kur qurë, vetë ngritja jote në syfër, veç ngritja jote në syfër, si veprimi joti, kuptohet se ti e ke bërë njetë me agjerut të nesërmen. Veç ngritja jote, ka më qu në syfër, se nese kema gjenim, si që është në syfër, e pe një gotuj, njeti u kry. Se nuk është pa tjetër, më qu njeti me thonë, o zët, one pe baj njetë nesër me agjeru, edhe qështu deri në fund. Nuk është pa tjetër. Me ujë. Por, monësh edhe këto, monësh edhe me hurme. Njën e të tja, vëllaj, hoqë, veç ujë nuk moj, a mu me ngronë së moj, se kom ngronë shumë në iftar. Atër një hurme, a mëndesh? Në është ta mëndesh. Tha pejgamberi alayhi as-salatu me dhe për hurmen, një hadith që shkalbone ka po të vërtet, kanë zirë Budavudi, Ibn Hibani dhe të tjerë, tha pejgamberi alayhi salam. Ni'ma as-suhuru al-mu'mini at-tamru. Prej syfyreve më të mira të besimtarëve është një hurme. Prej syfyreve më të mira të mu'minit besimtarit është një hurme. Tamër i thënë hurmes. Por hen tonë cili lloj i hurmave. Se hurmat e Medinës që na pas përmend, se në Medinë nuk janë veç një lloj hurme. Po janë 120 lloje hurmash. 120 lloje. Po tamër është një prej tyre. Po sido që të jetë, hen në këtë hadith, cilin do prej hurmeve. Hajde inshallah më specifisht me një. Kjo kre prej suneteve të agjerimit buqu natën me angër syfyr. E para. E dyta është që syfyrin kur quhesh, me shty deri në dakikat e fundit mëjsh. Syfyrin, kur qeni me angër syfyr. Mushi me shty deri në dakikat e fundit që kjo është më e mira. A më kuptut, Haxhi? Që mos më qu syfyrin e se, e pas ka ko deri në ora 4, ti e thua, në pekry pak ma heret, në 2, i e që u e kej, po në 2, pekry pak ma heret, kur gjë, mu tani vishë rrene, në olbe, më të bakja dhe flena pet. A mu ma e mira kësë është, me e mira është mojsh syfyrin me shty, deri në dakikat e fundit, kështu ka vepru pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Bila, një hadith që vjen prej Zaid ibn Thabitit, radiallahu anhu, që thot se tasahharna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah. Na banëm një ditë për ditëve, ose një herë për herave, ose shumë herë, kur banshmi syfyr ofër pejgamberit, kur hangshmi syfyrin,
e hanke syfyrin pejgamberi a.s. edhe shkejke, e hanke edhe shkejke në xhami me fol namazin. E i thanë, kam bejnë l'adani vë suhur, e kur u qeshi me hongër, kur u qeshi me hongër syfyrin, për i qati momenti kur u qeshi, deri sa u thirke e zoni sabahit, sa kishte ku, sa mëni me zgjot ku, për shumë, a 1 ora, 2 ora, 3, a din si u përgjegj? Tha, kadru 50 aje. Tha, kjo ku është si kur njoni, mesatarisht që i lexon një 50 ajete. 50 ajete, Surja Al-Baqara i ko pak më gjota, ma ka fund janë më shkurta ajetet, se janë Mekkije. Ajetet që kanë zbrit në Mekje, unë i men, që vishini kështu, ato që kanë zbrit në Mekje janë më shkurta. Pjesat dërmuse. Ato që kanë zbrit ajetet që ka qenë pejgamberi në Medine janë më të gjata. Me rëndësi një 50 ajete. Nashta 50 ajete që mund më kuptu një 20 minuta. Hajde, për t'i kanë që lezëm pak më ka dalë. Një 20 minuta. Edhe ma shpeti këmil. Për shumë si agoni. Një 20 minuta, që i bjen një 20 minuta para sabahit, hajde peshtajnë me të unë, një gjysore, para se mi hi kuha sabahit, kë ka ma e pelqyra, qëtë herë mu që me hongër syfër. Qëtë herë kë ka e pelqyra, edhe mës mi anis me hongër syfyrin, për i 12 natës, e deri në kotën e të hongër me meta ra tani për ngronjës. E tani ma e zeza është që ngron dek pak para sabahit, e ku të vjen kuha pak para sabahit a i flen tani. Ju menet me folë sabahin, por a i flen, ke zeza dy tjetër. Por më rëndësi është prej sunetit, prej sunetit që me shty syfyrin. është një hadith prej Unais binti Habibit, që tha se ka thonë pejgamberi a.s. Idha adan ibn Ummi Mektumi, fekulu washrabu. Se pejgamberi a.s. në Medine i kishte 2 muezina. E kohët me dhe 3, po më nolmi me 2 njerë. Dhe më 2 muezina. 2 të ishin në Medine, që jep me kuptu se ban me ka me një xhami 2 muezina. Edhe njoni e ka pos emrin Abdullah ibn Ummi Mektum. Edhe quhet Abdullah edhe Amr. 2 emrat e quajnë, më njëti përsen është. Abdullahi që ky, tha pejgamberi, ka qenë i verber, që lejohet për muezin me qenë edhe i verber. Edhe i tha, kur janis ke Abdullahu, kur t'janis Abdullahu me thirr, e zoni tha, hani shlirë. Se Abdullahu nuk ka po shumë, por e ka thirr e zonin për muqu, hajde qënë, edhe se është afru koha e sabahit. është afru koha e sabahit, hajde që nuk është ko plan me hangër syfyrin. Tha pejgamberi, kur të thirr Abdullah ibn Ummi Mektumin, këta hadith, edhe pse shumica e haditheve që flasin për ta 2 muezina, i pari thirr Bilali. Bilal ibn Rabah, por që këtë transmetim është Abdullah ibn Ummi Mektum, e që kuptohet që na i herë javë ka ndryshu vendin pejgamberit. Me rëndësi, tha kur të thirr kë, tha ky ju thirr në atë kuptimin hajde që në hani. Kush nuk ka më pastrulet e sene, deri kur tha, deri tha thirr tha Bilali. E kur thirr Bilali mu lënë ushqimin. Lënë ushqim, pra deri sot i hin ku asabojt. Kjo është më e mira për në syfyr kur quhesh, prej sunetit është me shty syfyrin deri në dakikat e fundit më me shty. Lusmi Allahun të na ban për aty që mujnë e agjerimit e agjerojnë ashtu që kërkohet dhe të mormi sevapët që ka premtu Allahu përmes pejgamberit dhe ai vetë në Kur'an. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.